Unë mendoj që jo, unë mendoj që do të thonë për vete, edhe e kom pa atë farë themelusin e OpenAI-t, që me pas një referencë pak më të lartë. Ai ka qenë pjesën e podcastit një personet që fol për writing, për shkrim, edhe i mbledh autor, edhe ai thekë unë e kam një fletore, edhe këtë ide të shkruaj domethënë hala me laps edhe me biletikit printume, edhe unë jam hala klasik domethënë me laps, se është një farë lidhje me strunit edhe dorës, e cila domethënë nuk kam qef me hu pas të unë, as të njerëz në përgjithësi. Edhe më të e po që të rinia domethënë ka shumë problem me handwriting, me shkrimin e dorës, e deri që tash domethënë deri që tash unë jam hala që është nëse mund të më quajt klasik, po jo, definitivisht domethënë kjo është metodë që ti e zgjedh se atë përshtatet ty më mirë, përndryshe domethënë definitivisht unë jam hala me pen and paper, hala me laps edhe me letër. Ti tha, domethënë AI ka me na prek çdo porë tjetës, deri ku? Deri në çfarë niveli? Unë mendoj që inteligjenca artificiale me zhvillimin e hapshëm që është pas kohëve të fundit, mendoj që ka me prek çdo porë tjetës. Domethënë kur po them çdo porë tjetës ka me pas ndikim edhe po shkojmë te më e larta, domethënë te besimin në Zot ka me prek nëse s'dina me menaxhu, edhe ka me prek domethënë te sanet më automatizuar, sanet të cilat domethënë pritet me kryen teknologji ose pritet me kryen diçka manuale. Që ka mirë që është incizuar stash vet. Para një kohë domethënë ka pas kujdes, ka pas nevojë për kujdesin e njeriu, tash s'ka, kjo incizon vet. Mikrofoni domethënë një ashtu, domethënë ka pas kujdeset njeriu në disa pajisje, pastaj janë automatizuar. E çaja është aspekti ku domethënë kena me pas aspekte pozitive prej inteligjencës artificiale, por ndryshe domethënë aspekte negative mund të më kon aspekti emocioneve që njerëz kanë me kon prirur me i dhon përparësi raporteve me inteligjencën artificiale, kanë me kriju lidhje me të, veç kanë filluar domethënë hulumtime me tregu që njerëzit po lidhen edhe emocionalisht me inteligjencën artificiale, se po harrojnë që është inteligjencë artificiale kështu me radhë, po potencialin, pse ka potencialin e madh inteligjencë artificiale, se është realisht e mbushur prej inteligjencës natyrale. Domethënë prej inteligjencës njerëzore është fit, është mbush, edhe në bazë të asaj ajo domethënë përparësinë inteligjencë artificiale ndaj njeriu të kohë që ka shumë dhëna. Që po marrim një shembull konkret për më kuptuar mirë. Një radiolog që domethënë për ata që se dinë çfarë radiolog është ai që i këshyr ato CT-jat kur të skanon domethënë një pjesë të organizmit që shkon atje rrezatohesh. Edhe mas asaj procedure që ky radiologu e këshyr domethënë në bazë të skanimit që asajna thotë, "Okay, e kiçi smuje, se kiçi smuje." Po radiologu domethënë gjatë jetës tina po thojna që në PhD në prag dekës 85 vjet, domethënë me shumë përvojë ka mundësi i ka pa 10.000 skanime, që 20.000. Që 30.000 pjalojna. Në inteligjencë artificiale domethënë mundet me mbrana 10 sekondave me ju ços informacionet përmi 20-30 milion skanimeve që i ka pa. E që kjo është avantazhi i inteligjencës artificiale për me mujt me marrë vendime në bazë të dhënave të më të shumta, për shembull të ekspertave. Edhe që tu mas e njëjta është krahasimi me psikologun për shembull. Një psikolog që mundesh më shku me fol ti direkt, edhe mundësia unë me fol me ChatGPT që i ka menimet e 500 psikologa, 5.000 psikologa, 10.000 psikologa botëror, një është në Zimbabwe që ka përvoja të ndryshme, një është në Kinë, një është në Palestinë, një është domethënë në Suedi.